Meditimi i radhës Ibn Qayyim rahimahullah përmend thot faida gjelile, thot një dobi shumë e rëndësishme. Pse këtë dobi që Ibn Qayyim rahimahullah përmend nuk ka veç dobi. Kjo është rregull. Ky rregull që e përmend, andaj flet për problemin e njerit me e braktis një mëkat që ka varësi prej tij. Në çdo njeri ka varësi caktuar në mëkat caktuar. Dhe shpesh njerëzit i dorëzojnë kësaj varësie. S'po mujnë me lonë, madje shkon duke u shtresu varësia dhe duke u rrit dorëzimi nëse e ka përsërit mëkatin mas disare që e ka braktis. Ka qenë mëkat, ka bo mëkat, ka bo teube, pra pas një kohë këthy, pa ka bo teube, u këthy, mos bon teube. Njerëzit kanë shumë probleme me këtë çështje. Madje edhe shumë për muslimanëve, çdo kush për njerëzve e ka të metet e veta. Tenton me hjek disa, as nuk tentojnë bile, nuk kanë guxim, e marrin si një lloj, si më thon, pranimi të kësaj, tentojnë me mbulu me arsyetime se jemi njerëz, s'ka të pagabushëm, edhe vazhdon tutje. Ibn Qayyim rahimahullah thotë se nuk duhet me bashkëtu me të keqen, nuk duhet me pranu asnjë ves, edhe në qoftë se në betejat me të ndodh nga njëre me dështu, duhet me marrë fuqinë dhe guximin prapë me luftu dhe me largu. Po nejna gjithmonë betej me veten tonë, për me i flak me largu veset e ndryshme. Qoftë të zemrës, të mendimeve tona, të gjuhës tonë, të gjymtyrës tona, jetës së përditshme, e tjera që mundej me to me u ballafaqu. Prandaj Ibn Qayyim ngjall tek një shpirt luftarak të vazhdueshëm, që nuk lejon mu dorëzu, përkundër dështime me betejë të caktuara. Tash ku me gjithë muslimani këtë forcë që i largon këtu, nga se na shohim të sahabët e pejgamberit sa. Ata për shembull kanë jetuar me disa vese që janë bërë pjesë përbërëse jetës, nuk kanë ditë me rënë ndryshe. Por i kanë lënë. I kanë lënë, domthon, lat i kanë lënë. Ku e kanë gjetë këtë forcë, këtë motiv për me lënë? Ibn Qayyim rahimahullah thotë: "Inma yajidu al-mashaqqata", njeri ka vërtërsi me lënë diçka nga të dashurat dhe zakonet e tij të vazhdueshme, që ka dashur, ka zakone, adete ka këtë, gjen vërtërsi thot momentin kur nuk e lën për hir të Allahut. Thot, ndërsa ai që është i vërtet edhe i sinqert nga zemra e tij për hir të Allahut azza wa jall, nuk gjen vërtërsi në këtë proces braktisës, përveç se në fazën e parë. Në fazën e parë. Domthon, apo mund dalë pak tek meditim. Në Qayyim rahimahullah thot, mas pari, nuk ka arsye askush në vazhdimsinë e vesit caktuar, përveç se nëse ka problem me sinqeritetin. Ka problem me përnime apo do me lënë. Ka problem a është i vërtet në pretendimin se ka me lënë. Do nuk është këtu tash Ibn Qayyim rahimahullah ku e dërgon vëmendjen, jo te forca e tërheqjes të epshit ka japën, jo, po te forca e urrëties. Apo se njerëz zakonisht arsyetohen me forcën e lidhjes, jam i lidhur me këtë, komati. Ibn Qayyim rahimahullah nuk i kushton vëmendje kësaj lidhje fare. S'ka lidhje që sa ku e të boti, s'ka lidhje fare sa i lidh me të. Nuk ka lidhje fare kjo, do më thonë, sa ka prezencë në jetën tonë, s'ka lidhje kjo. Pse shumica e njerëzve këtu e ka problemin. Jo, problemi është te fuqia e seriozitetit, sinqeritetit dhe vërtetësisë. Fuqizohet e këta, dobësohet kjo. Nëse kjo dobësohet, e fuqizohet. Kjo rregull e rëndësishme në jetë. Prandaj njerëzit ndoshta edhe kur dojnë me hek një vest keq, ndoshta edhe shpenzojnë energji pa nevojë, edhe lodhen diku nuk mund me largu. Pse? Për shembull, nëse njeri ka një vest keq një vet, që është i varur mbi ti, ka varësi caktuar mbi ti, apo tash don me lën, çysh e lën ai? Po ç'ës s'pe bëj më, do me braktis. E ka vështirë kështu. Nëse veç o braktisje. Nëse veç lën, kështu e ka vështirë, se ajo është lidhje fuqishme, apo. Prandaj forca që e shpenzon në braktisje mes ti edhe mes vesit e lodh dikur. Mundet me unë poshtë. Prandaj ai nuk mirret me
me forcën e tij personale në braktisje, po e fuqizon zemrën me sinqeritet e vërtetësi, ajo pastaj letë eliminon vesën e caktuar. E kjo është çësia e dur ka shi çdo vesë një që e kemi atë. Prandaj kjo është e para. E dyta që Ibn Qayyim më thotë, duhet më pranu se ka vërtetësi. Nuk mund të thonë që nëse je sinqert dhe për Allahun xhallahu le të ki. Ka vërtetësi. Edhe ky e pranon që ka vërtetësi. Mirë, po është vërtetësi e fazës së parë. Do besimtari është i fuqizuar me sinqeritet, i motivuar nga vërtetësia e tij që e ka thonë për Allah se për një më ka më largu, kjo i ndihmon më largu. Dhe e treta është i gatshëm për vërtetësitë e radhës që vijnë nga si kupton si janë momentale dhe të kalueshme. Prandaj ka përcen. I ka përcen. Sikurse njëri të ndërroz i cili do të me i në operim. Do të me i në operim dhe me hjek një pjesë saktuar ndoshta që është problem. Çka do qoftë edhe? Tash këtu janë dy gjëra. E para, nënshtrimi këtij internimi kirurgjik. Kjo është e para. I ka problemet e veta, i ka dhimbjet e veta. Vetë kjo mjaftueshëm të bën me hezitu, a me jo mos me hjek. Mirë po, është edhe një çështje tjetër. Aja është se çka mas operimit apo. Rregull, unë këta po e kry. Po e bëj kabull që thonë apo me i, mirë po problemi është se duhet nështë me najt 3 javë dit, shtrit, pastaj mos me dalë. Që kjo faza 3 javë dit me qenë shtrit, mund me qenë me vështirë se faza e largimit të asoj pjesë përmes internimit kirurgjik. Mund nuk me vështirë. Prandaj ai që në operim i ka parasysh 2 fazat, edhe fazën e internimit, por edhe fazën e trajtimit apo. Momenti kur ai e pranon edhe internimin, edhe trajtimin, letja kalon, se din që domthon çdo ditë veç po shkoj duke dalë pej situatës. Nëse ai cili për shembull krejt forcën e kalon edhe shpenzon veç te internimi, pastaj kur vjen te trajtimi s'ka forcë, ai prap kthehet. Nuk ka mundësi apo. Apo kuptoni domthon këtë udhëzim të bëkemi shumë është rëndësishme me kuptu qysh njëri dal pej domthon vorbullës të mëkatit apo vesit të keq. Që besimtari e din, une mëj melon nga se fuqia goditëse përmes vërtetësis edhe sinqeritetit më shkput nga mëkati, në shkputin nga mëkati, janë të turbulenca nga se ka qenë lidhje fort, mirë po në shkaj duku stabilizu dal nga dal edhe bëhet a një kaluar që unë shpëtej për saj. Kush është i gatshëm që të kaste me e pagu, nuk ka vetë që nuk e ikë. Nuk ka mëkat që nuk shkput për ti. Ai që nuk din më u gjin me këtë situatë, nuk e njeh natyrën e shkputjes nga mëkati, që ka varësi prej tij, gjithmonë dështon këtë betejë. Dhe ky është një udhëzim shumë i duhur, shumë praktik, i rëndësishëm, qysh çdo musliman ka mundësi më u shkput nga çdo mëkat që realisht ka arrit në nivel të varësisë. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, ka një fazë fillestare që ka vërtetësi, po që e pjesa e trajtimit. Thot pastaj fa in sabara, se kjo fazë e domosdoshme e testimit të vërtetësisë. Do vërtetësia testohet në 2 faza. Në fazën e braktisjes edhe në fazën e trajtimit pas braktisjes. Në këto 2 faza testohet vërtetësia, ai i vërtet. Andaj ai që e dëshmon vërtetësinë në 2 faza, Ibn Qayyim rahimahullah thot, përpjekja e tij nga idhësia shndrohet në ëmbëlsi. Nga lodhja shndrohet në pushim. Nga angazhimi shndrohet në qetësi. Mirë po, këto janë ato që duhet me pas parasysh. Prandaj thot Ibn Sirin rahimahullah, sami'tu Shurayhan, e kam dëgjuar Shurayhi al-Qadi rahimahullah, ka qenë nga gjykatës së njohur në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala, Omeri ka bu gjykatës, e ka qenë i drejtë. Ai domon e ka sill dhe Aliu gjyqi i ka sill, ka qenë një njohur Shurayhi al-Qadi rahimahullah. Thot Ibn Sirin e dini, Ibn Sirin i tabiut njohur. Thot e kam dëgjuar Shurayhin duke u betuar në Allahun e Madh, duke thënë pasha Zotin, kurdo që diçka lën për Allahun, nuk e ndin mungesën e tij më kurrë. Po dikush që lën diçka për Allah, nuk e ndin më mungesën asaj që ka lënë për Allah. S'ni mungesë më.
Për shkak se forca e vërtetësisë që e kalon për Allah xhallahu ala ja kompenzon çdo mangësi që ka mundësi me ndi eventualisht nga braktisja e një zakoni të caktuar. Me çdo kush ka zakone në jetën e vet. Për shembull të ndërvëzër, nëse e bëj veç një vetë llogaritje, s'po flas veç një vetë mëkateve. Po marrë veç tek çështja e kohës. Sa kemi zakone të përditshme që ato na humbin kohën. Zakonet neve, njerëzve. Për shembull, përditshme. Me shku këtu me bëu këtu me qel të me ngu. Nëse i mbledh ato, minimumi mbledh 2-3 orë si kur gjeq. Mos plat më shumë hapta. Edhe shkputje nga këto zakone në favor të shfrytëzimit të duhur të kohës, edhe këtu janë probleme. Nuk ka lehtë më u shkput nga një rutinë ditore që me vite, dekada je i kyçën tope. Nuk ka lehtë atë. Ama ky thot, betojmë në Allahun e Madh që nëse për hir të Allahut e lën, e kjo për hir të Allahut është fjalë e madhe, përfshin vetë soi vërtetësinë edhe sinqeritetin, sidkun edhe ikhlasin, kush e lën për këtë me këto motive, për hir të Allahut xhallahu ala, thot nuk e ndin më mungesën e saj. Kurr, snimo që nuk lën boshllëk. Nuk lën boshllëk në vetën e vet mëkati i braktisur. Thot edhe thënia e të parëve, sepse kjo është hadithi pejgamberit sa, men taraka lillahi shay'an awadahu Allahu khayran minhu. Kush lën për hir të Allahut xhallahu ala diçka, ja kompenzon Allahu më të mirë, thot është fjalë e vërtetë. Ibn Qayyim rahimullah gjykon se është e vërtetë. Normal kur e citon si thënie të dietarëve. Ndërsa si citati pejgamberit sa është normal e pakontestueshme. Se ka kështu hadith pejgamberit sa kush e lën nisan për Allah, Allah ja kompenzon më të mirë. Ibn Qayyim rahimullah thot nga se domon rregullisht kush e lën për Allah, letë e ka në proces të më të tjeshme, pse ka sakrifisë, ka lodhje. Dhe kompenzimi tash kur flasim se kush lën për Allah diçka, Allah ja kompenzon, ky është motiv shtesë. Edhe është forcë shtesë për me lënë diçka. Do besimtari kur lën diçka për Allah te barekuhu teala, çfarë do praktike, rutine e dëmshme apo mëkat, ai e lën për shkak se i pengon në rrugtimin e ditë tek Allahu xhallahu, i pengon në adhurim, i pengon në shijimin e adhurimit apo. Dhe çka mjafton motiv për melon. Mjafton çka motiv për melon. Mirë, po këtu është një motiv tjetër, cili është ai kompenzimi. Jo vetëm me shpërblim në ahiret, po kompenzimi në dunja. Ibn Qayyim rahimullah thot se kompenzimi është i disa llojeve. Madje çdo lloj kompenzimi është shumë më i mirë, më i dobishëm se vet aja që ti e ke praktikë. Ta shtu hen edhe me thonë përballje logjike mes veprës së bërë, rutinës së saktuar edhe kompenzimit të premtuar. Logjikisht me pas. Për shembull, njëri ka një rutinë sikur se përmana, e cila i kushton me kohë, e cila i kushton me dije, me mordije, e cila i kushton me pjesëmarrje në ligjërat, e cila i kushton me kujdes ndaj verdit që e ka, e cila i kushton me cilësi të adhurimit, i kushton, ka çdo ka. Po çe sun e lën. E po kemi thënë rahimullah thot, fuqia e sinqeritetit dhe vërtetësisë që përmenda është ajo që mundson. Dhe e dyta kompenzimi. Cili kompenzim? I mënyrë të shumta. Një nga këto kompenzimet, nëse e merr, edhe përballon e qet përball kompenzimin nga kjo dhe e qet përball rutinës që sjell një farlloj, po them kushtimisht një farlloj qetësie, një farlloj përmbushje, çka do kuft, edhe kështu të shaj që kompenzimi është shumë fish më i madh se vet rutina që jeni ta. Mos tas për mëkatin. Andaj thot për shembull Ibn Qayyim rahimullah, mjafton el unsu billah. Mjafton të thonë që nëse ti e lën për Allahun xhallahu xhelalu punë, tash ti e keni praktik ditore. Tash qoftë koha, shoqërimi, çka do kohë për lëmi caktuar, apo mëkat që ka varësi njëri, edhe din që kjo çdo ditë po më kushton Allah. Çka çdo ditë ka kosto, çka çdo ditë po merr, çka çdo ditë po privan, ka probleme. Në momentin kur ti ke një varësi, çka nuk kupton varësia?
keni vëllai shoqërime të, apo shoqërime të. Unë ke pa njerëzit për shembull që një kod gat pin duhan. Për shembull, edhe kur të lën duhan e ka probleme të durshëm me moj. Apo se u mësu në formë saktume, do të që është mishru me duhonin, apo që tash edhe lëvizjen e durve ja ka organizuar duhoni apo. Kohën e caktuar e ka organizuar duhoni, ka pas një shok vet. Dëm që ka shkaktuar këto janë kont pavretura në raport me një domon çësia apo raport mitësor që ka pas me vesën e tij, caktuar, me një vesë vetë ato. Për shembull. Ma meni kur ti e lën kët. A shkaktohet një bëshllëk? Po, është padyshim bëshllëk. Se nuk dhe njëri për shembull tash sikurse e keni shok e mësuar ditë për ditë në orën 9 me pimë të kafe. Deri 10 të gjys keni pi kafe. Ai ka shku për shembull çapo dinë dikon perëndim një 3 muaj të skthetem. Ti çdo a nëse ki problem çat 9 deri të gjys me përmbush, pse je mësuar me don me ta, nga se bëhet fjalë për 10 vjet. Do të është që po të mungon diçka, është që kjo do të është ekstra organizim. Edhe pa do të shkon mendin, nesër not, jo më s'është njëri këto. Apo disa shkon mendin se nesër në orën 9 kam u taku të jo më s'është njëri këto. Apo. Do çka po të bëjmë me këtë? Se ti kur braktis diçka, në këtë aspekt ti po braktis një shok tonin. Po braktis një shoqëri që të ka përmbush pozitivisht, negativisht, s'o më rëndësi, po të ka përmbush. Ti e ke pa tash se kjo përmbushje nuk është e duhur. Është përmbushje në dëm të adhurimit. Është përmbushje në dëm të avancimit, ngritjes të ndryshimit. Është përmbushje, po jo në favor të ndryshimit, në disfavor të ndryshimit pozitiv. Edhe tash ti ke lënë me ke lënë. Ki këtë shok kushtimisht po e lën apo. Allahu thot unë e bëna shok. El unsu billah që është apo. Që ta ndish shoqërinë e Allahu xhallahu ala kur të përmesh. Do të shih vëzni, dall me përmend Allahu xhallahu ala si përmendje, për shembull subhanallahu alhamdulillah, apo edhe dall me përmend Allahu xhallahu ala si prezencë. A dall me përmend çfarë për shembull, me përmend Allahu xhallahu ala si ekzistencë, me përmend se ekziston, edhe po e përmend se është prezent kodullim. Tash Allahu xhallahu ala ta mundson që kur të përmend, kur të adhuron, apo më ngrit në nivel të një shoqëri me Allahun te barekutaala, që tashmë ajo muhabeti që ti e ke bë me filonin, ta përmbush tash kush leximi i Kuranit apo. Tash ti në muhabet me Allahun te barekutaala. Çka përballje mes çësaj shoqërie, edhe asaj shoqërie, logjikisht me logjik të pastër të udhëhequr dhe të ushqyer nga imani. A është forcë e mjaftueshme, më thon këtij, më fal, po unë tash kam do shok tjetër, është mjaftueshme? Po, mjaftueshme. Ama të ndonjë kush bën këtë përballje? Kush bën këtë çështje apo? Prandaj ju thash, betimet me Khaybar Ramadan nuk janë fjalë, ka me dy ka pa, e ka provu. A don Allah me ta leqit shoqni, e ta në çapë i bashkë, unë të bëna shokot. Unë të bëna shokot. Unë të bëna amiku. Unë të përmbushi. El unsu billah. Pastaj thot mehabbatu. Shto këtu që Allahu xhallahu ala ta mbush zemrën dashni për te, edhe bësh nga ata që Allahu i don. Tamaniyatul qalb, qetësia shpirtërore. Ja fort zemrës, nga se normal njëri të ndërvozë dini. Pas çdo betejë njihet më i fortë apo më i dobët nëse fiton. Më i fortë. Andaj ti në çdo betejë që ngavnjen, zemra njihet më e fortë. Edhe një më e fortë. Në çdo betejë që ti fiton, zemra bëhet e fortë, e kush do psohet? Epshi do psohet. Prandaj që kjo çështja e dur. Dhe e kundërta, çdo triumf i epshit e fuqizon epshin, e bën më arrogant, e do pson zemrën. Që edhe në këtë përballje besimtari, logjikisht thot, unë kontë më forcu. Mikun armikun. Por që këto janë meditime të domosdoshme për ndryshim. Çdo vesh do më elon, çdo ndërhyrje në jetën tonë që do më e bë. Çdo avancim, edhe në aspektin e sasisë së adhurimeve, edhe në aspektin e cilësisë së adhurimeve, edhe në aspektin e ndryshimit të vesëve ditore, s'kan kështu, mjaft mo. Kuptim edhe të gjumit, edhe të pushimit, edhe të lëvizjeve, edhe të fitimit, gjithçka, po dyshim kemi nevojë për ndryshime. Kemi nevojë për ndryshime për u më të mirë. Pa këtë çështje, pa këtë meditim, pa këtë përballje është problematike.
Pra e thotë Ibn Qayyim rahimahullah, i shtohet fuqia e zemrës dhe i shtohet pastaj aktiviteti. Sa më fort është tani, më aktive normal, zemra është më aktive. E zemra kur është më aktive, çka ndodh? Përjeton adhurimet më mirë. Allahu në dërë më shumë, adhurimet e zemrës të janë aktive, s'mund të zemrës shkojnë duke u largu. Edhe gjithashtu të fiton kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Në kjo është një meditim që e ka dhënë Ibn Qayyim rahimahullah, lidhur me këtë çështje që më ne ka udhëzime të mjaftueshme praktike që për më na duhet në baza ditore me bë këtë lloj ballafaqimi. Apo gjatë ditës a kam shok që duhet milion. Edhe si njerëz, edhe si rutinë, edhe si mentalitet, edhe si veprim, këta këtë shok të tu. Apo edhe mentalitet është këtë. Çoshnon më së vite po çoshnon. Thuaj çti mentalitet e mos si shoku jam. Unë do më marr një shok tjetër mentalitet. A ka nevojë me ndru? Po, rutina ditore për shembull, a ke nevojë me ndru? Të shoqëron ditë për ditë. Quhesh kanë ban rutinë. Nëse kanë për ndërhyrje. Ndroje. Ndroje me këtë çështje është edhe sjell kënaqësi, triumf, edhe ndryshim pozitiv për mend jetën tonë. Ç'kjo ndryshim i kërkuam? Që kjo është rrugtimi dhe harta e kërkuar për ndryshim të ndërvëzër sipas asaj që ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah.